shumë i keq. Episodet në vazhdim vetëm në Shqiptinema. Nuk e di si jam. Çfarë po më ndodh kështu? Po e kuptoj, duhet të kem temperaturë, po nuk ka shpjegim tjetër, duhet të kem Pra temperaturë. që kem me temperaturë. Ma kishte marrë mendja. Kur të kapa më parë nga dora e kuptova se digjeshe më shumë se normalisht, Rina. Nuk duhet të shqetësohesh për mua. Në fakt po, nëse ke temperaturë unë merakosem. Përse nuk ndalon se punuari sot dhe të shkosh në shtëpi? Do t'u them vajzave të zëvendësojnë. Jo, Kajto, mos u thuaj gjë, të lutem. Nuk dua të shqetësoj më kot vajzat. Në rregull? Po ato janë shoqet e tua. Pikërisht, janë shoqet e mia. Dhe për këtë arsye nuk duhet të dinë asgjë. Pak temperaturë do ta ktheni në një tragjedi. Prandaj mos thuaj asgjë, më kuptove? Në rregull e kuptova. Do të them se të doli një punë dhe duhet të ikje, por vetëm me një kusht ama, që të ikësh me një herë në shtëpi dhe të shtrihesh sa më shpejt në shtrat. Në rregull, e pranoj propozimin. E kam nga temperatura. Sigurisht e kam nga temperatura e lartë. Kam ftohtë. Kam shumë ftohtë. Bëni kujdes! Na ndihmo, Rina! Të lutem, na ndihmo! Lucia! Ej, Hanon! Oh, jo, Lucia, Hanon! Pse arriti hap gjithë një të lashe atyre që më rinë pranë? Përse? Qënë ke ti? Si e? Shikoni website-in Jam nesër për shumë mirë. ndihni direkt Nese do këtë të film kthehem në serial punë, në do ta shoh. Shqipëri. Jo, nuk ke pse të Sepse ngutesh. faqet Ke tjera nevojë për veten pushim. filma dhe Dëgjoj, serialet më thuaj tona diçka. dublim në A të ra shqip. temperatura? Po, të thash se më ra temperatura. Tani më lë rahat dhe ik që këtu. Di të kujdesem për veten, e kam dalë gjithmonë ban. E di, ky është problemi yt. Çfarë do të thuash me Që këtë? ndihesh e vetmuar dhe e fsheh këtë vetmin tënde duke bërë gjithnjë si e fortë. Por në fakt nuk duhet të bësh kështu. Her pas here duhet i lësh të tjerët të kujdesen pak për ty. Vërtet e ke? Për këtë tjetër e ke fjalën. Për veten tënde për shembull, i urrej njerëzit mund jem dhe antipatik dhe sipërfaqësor si ti. Të them të drejtën e kisha fjalën për shoqet e tua. Vë base Lucia do të gëzojë po t'i kërkojë ndihmë. Ajo është një vajzë gjithnjë shumë e gjindshme dhe është gati të ndihmojë atë që ka nevojë. Ndonjëherë mund të duket e bezdisshme, por ama të siguroj për një gjë që më ka ndihmuar.